Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya'i Allahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 97 të surës Nahl, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij patjetër një jetë të mirë e të këndshme dhe do t'i shpërblejmë ata sipas më të mirës së veprave që kanë bërë. Për sot do të flasim rreth temës si të kemi bereqet në jetë. Një nga dëshirat më të mëdha të njeriut është të ketë një jetë të këndshme dhe të mbushur me bereqet dhe mirësi. Shumë njerëz kanë pasuri, por nuk kanë qetësi. Të tjerë kanë pak pasuri, por jetojnë të lumtur dhe të kënaqur. Kjo sepse bereqeti nuk matet me sasinë, por me bekimin që Allahu vendos në atë që posedojnë. Bereqeti ka kuptimin e shtimit të mirësisë, dobisë dhe vazhdimësisë së saj, edhe nëse ajo mirësi është e vogël. Ka shumë faktorë dhe shkaqe që ndikojnë pozitivisht në arritjen e bereqetit, nëse njeriu i merr parasysh kujdeset për to dhe i zbaton drejt në jetën e tij. Ndër këta faktorë dhe shkaqe që sjellin bereqet, do të përmendim 12 prej tyre. I pari, besimi dhe devotshmëria. Pra, shkaku i parë që sjell bereqet në jetë është besimi dhe devotshmëria. Për këtë, ajetin 96 të surës Al-Araf, Allahu i madhruar thot: sikur banorët e vendbanimeve të besonin dhe të kishin devotshmëri, ne do t'i hapnim atyre bereqetet nga qielli dhe toka. Ky ajet tregon pra se bereqeti nuk është vetëm rezultati punës, por edhe i besimit dhe i devotshmërisë. Ndërsa në ajetet 2-3 të surës Talak, Allahu i madhruar thot: kush është i devotshëm ndaj Allahut, ai për Allahu i hap atij rrugë dalje dhe e furnizon nga nuk e pret. Shpesh njeriu mendon se furnizimi vjen vetëm nga llogaritë e tij, ndërsa Allahu premton se për njeriu në devotshëm ai hap dyer që nuk i imagjinon. Prandaj pra, le të jemi besimtar të sinqert në Allahun, në furnizuesin ton, dhe të jemi të devotshëm ndaj tij, të qëndrojmë sa më larg mëkateve dhe të bindemi urdhrave të Allahut fuqiplot. Në këtë mënyrë, jeta jonë do të jetë një jetë e mbushur me bereqet. Shkaku i dytë që sjell apo e bën jetën të bereqetshme është istighfari, kërkimi i faljes Allahut.
Profeti Nuh, paqja qoftë mbi të, i tha popullit të tij, siç thot në Kur'anin ajetet 10 dhe 11 të surës Nuh. Unë thash, kërkoni falje nga Zoti juaj, sepse ai është falës i madh. Ai do t'ju dërgoj shi të bollshëm, do t'ju shtoj pasuri e fëmijë dhe do t'ju jap kopshte e lumej. Pra kërkimi i faljes nuk sjell vetëm faljen e gjunahe dhe të mëkateve, por ai sjell edhe bereqet në jetesë, në familje dhe në pasuri. Prandaj, gjithmonë t'i kërkojmë falje Allahut. Një fjalë e shkurtër është: O Allah, më fal. Të kërkoj falje o Allah. Ose ai që thotë astaghfirullah. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: kush e shton kërkimin e faljes pra istighfarin, Allahu do t'i jap dalje nga çdo breng, rrugdalje nga çdo vështirësi dhe do t'a furnizoj nga nuk e pret. Shkaku i tretë është falënderimi, sepse falënderimi shton bereqetin. Në ajetin 7 të surës Ibrahim, Allahu i madhruar na thot: la in shakartum la azidannakum. Nëse falënderoni, unë do t'ju ashtoj edhe më shumë bereqetin, mirësitë. Shumë njerëz ankohen për ato që nuk kanë dhe harrojnë ato që Allahu u ka dhënë. Dikush ankohet se nuk ka shumë para, por harron se ka shëndet, familje, fëmijë, një streh, ushqim, miq, besim, mendje, mundësi për të punuar. Ankesa e tepërt na bën të shohim mungesën, kurse mirënjohja na hap syt për bereqetin që ndodhet pranë nesh. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: falënderimi është zbukurimi i pasurisë. Në një hadith tjetër, Imam Aliu ka thënë: lidheni bereqetin me falënderimin. Pra, falënderoni Zotin për gjithçka që ju ka dhënë. Të jemi mirënjohës gjithmonë ndaj Allahut, krijuesit, furnizuesit. Në këtë mënyrë, nëse falënderojmë, do të kemi bereqet në jetën tonë. Arsyeja apo shkaku i katërt që sjell bereqet në jetë është sadakaja. Shumë njerëz mendojnë se duke dhënë nga pasuria e tyre humbasin, ndërsa Islami na mëson të kundërtën. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: sadakaja nuk e pakson pasurinë, pra e shton akoma më shumë, kur ajo jepet me qëllim të sinqert dhe të pastër për Allahun fuqiplot. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: pasuria ruhet me zekat dhe sadaka. Sipas fesë së pastër islame, pra, sadakaja largon fatkeqësit dhe sjell bereqet. Shkaku i pestë që sjell bereqet në jetë është mirësjellja ndaj prindërve dhe mbajtja e lidhjeve familjare. Profeti i dashur, profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush dëshiron të zgjatet jeta dhe t'i shtohet furnizimi, le t'i mbaj lidhjet familjare. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mbajtja e lidhjeve familjare dhe farefisnore i përmirëson moralet, e pastron veprën, e shton pasurinë dhe e zgjat jetën. Shkaku i gjashtë
i të pasurit bereqet në jetë është halali, pra fitimi me halal. Fitimi i furnizimit në mënyrë të lejuar dhe jo me haram. Profeti Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: adhurimi ka 70 pjesë. Më e mira prej tyre është kërkimi i furnizimit halal. Imam Aliu, paqja e qofshin mbi të, ka thënë: pak halal është më e mirë se shumë haram. Pasuria e fituar me haram, pra në mënyrë të ndaluar, mund të jetë e madhe, por ajo nuk ka bereqet. Në një proverb arab thuhet: atë që e sjell era ikën me erën. E tillë është edhe pasuria e fituar me haram. Arsyeja e 7 për të patur bereqet pra në jetë është mbështetja tek Allahu. Në ajetin 3 të surës Talaq, Allahu i madhruar thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Kush mbështetet tek Allahu, ai për Allahu i mjafton atij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: sikur të mbështeteshit tek Allahu ashtu siç duhet, ai do t'ju furnizonte ashtu si furnizon zojt, të cilët dalin në mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Arsyeja e 8 e të paturit bereqet në jetë është leximi i Kuranit. Përkushtimi ndaj leximit të Kuranit të shenjtë, fjalës së Allahut dhe meditimit mbi kuptimet e tij sjellin bereqet në jetë. Duhet treguar kujdes që leximi i Kuranit të vazhdojë gjatë gjithë vitit dhe të mos kufizohet vetëm në muajin e Ramazanit, siç veprojnë disa njerëz, apo të lexohet vetëm në disa ceremoni apo në përvaki martore e të tjera të tjera. Kurani është libri i jetës. Nëse jemi të përkushtuar ndaj leximit të Kuranit, kjo ka ndikim të dukshëm në fitimin e bereqetit, në furnizim dhe në të gjitha fushat e jetës. Kurani është dritë dhe nëse ne jemi të përkushtuar ndaj tij, jeta jonë do të jetë e ndriçuar inshallah me dritën e Kuranit, që është drita e Allahut fuqiplot. Imam Aliu, paqja e qofshin mbi të, ka thënë: në shtëpinë ku lexohet Kurani dhe përmendet Allahu, shtohet bereqeti. Shkaku i 9 për të patur bereqet në jetë është fillimi i çdo pune me bismillah, për me emrin e Zotit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: çdo punë me rëndësi që nuk fillon me bismillah është e mangët. Thënia bismillah, pra me emrin e Zotit, sjell ndihmën dhe bereqetin e Allahut në çdo punë. Shkaku i 10 për të patur bereqet në jetë është sinqeriteti dhe amaneti. Përkushtimi ndaj sinqeritetit dhe ndershmërisë në shitblerje, duke i bërë të ditura të metat që mund të ketë malli, kjo pra sjell bereqet, sepse sinqeriteti sjell bereqet dhe shton rrezikun. Po kështu, duke ruajtur edhe sinqeritetin ndërmjet ortakëve, sepse besnikëria, sinqeriteti, amaneti dhe çiltërsia mes tyre sjellin bereqet në tregti dhe në punën e tyre. Kjo u ashton rrezikun dhe bëhen shkak që mbi ta të rrjedh mirësi e bollshme.
Po ashtu edhe ruajtja e amanetit. Nëse e ruajmë amanetin, jemi të kujdesshëm ndaj amaneteve që na lihen, Allahu na bekon dhe na e bën jetën të mbushur me bereqet. Dhe shkaku i 11 është largimi nga shturja dhe imoraliteti. Largimi nga shturja dhe imoraliteti është i domosdoshëm. Kjo ndikon në arritjen e bereqetit në rizq dhe në mbar jetën e njeriu. Pra njeriu duhet të qëndrojë larg shturjes, larg imoralitetit. Dietarët kanë thënë se ndër pasojat e mëkatit janë mungesa e suksesit dhe ndihmës së Allahut, fshehja e së vërtetës, prishja e zemrës, zbehja e përmendjes së të mirës, humbja e kohës, largimi i njerëzve, ndjenja e largësisë dhe vetmisë në marrëdhënie me Zotin, mungesa e drejtësisë në veprime, shpërqendrimi i mendjes, pengimi i pranimit të lutjes, ngurtësimi i zemrës, zhdukja e bereqetit në rizq dhe në jetëgjatësi, mbulimi me poshtrim dhe ngushtimi i kraharorit. Prandaj le të qëndrojmë sa më larg shturjes, imoralitetit dhe mëkateve. Dhe shkaku i 12 për të patur bereqet në jetën tonë është vepra e mirë. Në ajetin 97 të surës An-Nahl, Allahu i madhruar thot, kush bën veprat e mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i japim atij patjetër një jetë të mirë e të këndshme dhe do t'i shpërblejmë ata sipas më të mirës së veprave që kanë vepruar. Mesazhi i këtij ajeti është i qartë se jeta e mirë e bereqetshme nuk vjen vetëm nga ajo që njeriu zotron, por nga mënyra se si ai beson dhe vepron. Besimi i sinqertë dhe vepra e mirë sjellin qetësi në zemër, bereqet në furnizim dhe mirësi në jetë. Njeriu mund të ketë pak, por ai jeton pra i qetë, i kënaqur dhe me bereqet. Dhe mund të ketë shumë, por nuk ka bereqet në atë shumicë që ka. Prandaj rruga drejt së mirës është besimi, vepra e mirë dhe kënaqësia me atë që Allahu na ka dhënë. Të dashur vëllezër dhe motra, bereqeti pra nuk fitohet vetëm me mundim material. Ajo është dhurata e Allahut që e jep robëve të tij. Nëse duam bereqet në jetë, le të kujdesemi pra për këto 12 çelësa. I pari devotshmëria, i dyti kërkimi i faljes, i treti falënderimi, i katërti sadakaja, i pesti mirësjellja ndaj prindërve dhe mbajtja e lidhjeve familjare, i gjashti furnizimi halal, i shtati mbështetja tek Allahu, i teti leximi i Kuranit, i nënti fillimi i çdo pune me emrin e Allahut, i 10 sinqeriteti dhe amaneti, i 11 largimi nga shturja dhe imoraliteti, dhe 12 vepra e mirë. Le ta mbyllim temën për sot me fjalën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: kush përmirëson marrëdhënien me Allahun, Allahu do të përmirësojë marrëdhëniet e tij me njerëzit. Dhe kush përmirëson çështjen e ahiretit, jetës tjetër të tij, Allahu do t'ja përmirësojë çështjet e kësaj bote. Allahu na bëft për atyre që jetojnë me bereqet në pasuri, në familje, në kohë, në shëndet dhe në vepra të mira. E lutim Allahun të na jap furnizim halal, të gjerë e me bereqet, të na ruaj nga harami, të na bëj për e falëndëruesve dhe e lutim Allahun të na zbres bereqetin e tij në jetën tonë, në familjet tona dhe në veprat tona.
Allahu i ruaj ju familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.